Me 14 nëntor të vitit 1908, pati filluar punimet Kongresi i Manastirit apo Kongresi i Alfabetit. Synimi i tij ishte standardizimi i alfabetit të gjuhës shqipe. Profesoresha Sindorela Doli Kryeziu flet për rëndësinë e kësaj ngjarje historike. Kongresi i Manastirit i vitit 1908 ka trajtuar çështje me shumë rëndësi për kombin ton shqiptar, për gjuhësinë veçanti. E dim që është filluar prej datës 14 dhe me datën 22, janë trajtuar çështje me shumë rëndësi. Kanë qenë figura të njohura të kombit ton, të gjuhës, të kulturës dhe mbi gjitha janë trajtuar çështje të cilat pos unifikimit të gjuhës shqipe janë trajtuar edhe pika të ndryshme si ta ruajnë edhe si të zhvillohet kjo gjuhë e jona në të gjitha shkollat, në të gjitha vendet, në të gjitha trojet ku flitet shqip. Doli Kryeziu tregoi edhe disa nga figurat që kanë marrë pjesë dhe rolet që kanë pasur. E dim që komisionet të veçanta ka pasur dhe në atë kohë dim që ka qenë kryetari ka qenë Mithat Frashëri, nën kryetar kanë qenë edhe figurat e njohura të kombit, të gjuhës, dhe janë përcaktuar detyra të veçanta për secilin pjesë, duke filluar nga Luigi Gurakuqi, i cili kishte për detyrë të bënte edhe aspektin edhe të një farë forme që e themin e sot mediatik publicitar në atë kohë për të zhvilluar dhe për të treguar zhvillimin e domosdoshëm të gjuhës sonë. Edhe që nga ajo kohë është pos elementit të unifikimit që ne sot jemi komb, e flasim një gjuhë, e shkruajmë një gjuhë, kanë qenë pjesë përbërëse të klubeve të ndryshme patriotike gjuhëtare, edhe që jo vetëm nga Shqipëria, po edhe nga Kosova, nga të gjitha trojet, kanë marrë pjesë përmes delegatëve të ndryshëm për të qenë një zhvillim unikat edhe i unifikuar për gjithë kombin tonë. Pika kulminante që mblodhi gjuhëtarët e atëdashës të shquar të kohës ishte pikërisht ky kongres i mbajtur në vitin 1908, përfundoi Kryeziu Doli.